A mund të shkoni me pushime nëse jeni të sëmurë me leje të mjekut, pra dhe çfarë ndodh nëse sëmureni gjatë pushimit? Këtë pyetje ma keni bërë shumë ditët e fundit, ndaj sot do të përgjigjem shkurt sepse tani janë edhe kohrat e pushimeve. Së pari uroj që të mos sëmureni kur hiç. Por, pasi që kjo i ndodh secilit prej nesh, ja edhe rregullat. Parimisht, nëse jeni me leje të mjekut, udhëtimet nuk ndalohen. Pra, mund të udhtoni sepse leja e mjekut apo Krankschreibung nuk do të thotë që ne duhet të ngujohemi dhe të rrim vetëm në shtrat apo në shtëpi. Udhëtimet në veçanti lejohen në qoftë se i kontribuojnë shërimit, kështu thuhet në rregull. Në fakt, çdo gjë që përshpejton shërimin është e mirëseardhur. Kjo do të thotë që lejohet edhe udhëtimi në rast të sëmundjes. Por kujdes, nëse nuk jeni të sigurt që udhëtimi i kontribuon shërimit, atëherë patjetër duhet të konsultoheni me mjekun tuaj, por edhe me punëdhënësin dhe siguracionin tuaj, nëse merrni para nga antisigurimit. Udhëtimet brenda Gjermanisë në parim nuk pengohen fare, ndërsa jashtë vendit rregullat janë pak më strikte. Ndaj, do të ishte mirë pra që paraprakisht të konsultoheni. E leja për udhëtime pastaj varet edhe nga sëmundja e pacientit. Sidoqoftë, udhëtimet pra nuk ndalohen parimisht, por do të ishte mirë të konsultoheni me punëdhënësin dhe siguracionin tuaj. Ndërsa, sa i përket sëmundjes eventuale gjatë pushimit, duhet të shkoni menjëherë tek mjeku dhe të merrni vërtetimin e mjekut se jeni i sëmurë. Menjëherë më pas, duhet të njoftoni edhe punëdhënësin. Ndërsa, ditët sa jeni të sëmurë nuk llogariten në ditët e pushimit. Pra, duhet të merrni lejen e mjekut dhe ato ditë llogariten si leje e mjekut, që do të thotë se pushimi në fakt ndërpritet. Ndërsa pjesën e mbetur të pushimit mund ta merrni më vonë, natyrisht në konsultim me punëdhënësin tuaj. Pra, duhet të shkoni te mjeku, të njoftoni punëdhënësin për sëmundjen, por edhe për vendin se ku ndodheni, ndërsa pjesën tjetër të mbetur të pushimit që e keni ndërprer, e merrni më vonë në konsultim me punëdhënësin. Të gjitha këto rregulla miq të dashur janë sipas ligjeve, por kujdes. Këto nuk janë udhëzime për mashtrime, sepse nëse ju kapin duke mashtruar me pushimet e mjekut apo lejet e mjekut, quajeni si të doni, atëherë mund të keni probleme shumë serioze, por besoj se këtë e dini. Unë, siç e thash, më mira do të ishte që të mos sëmuremi fare, që të jemi shëndoshë mirë dhe të shijojmë pushimet, por në rast se ndodhin, këto ishin pra rregullat. Faleminderit që jeni me mua dhe mirupafshim, dhe mos harroni ta shpërndani edhe këtë video, sepse besoj që ka dhe njerëz të tjerë që akoma nuk janë abonuar në kanalin tonë dhe që kanë nevojë për këto informacione.